ata, teston, ne testun, skaloj, dështoj, su bo qeveria. Do cili çka është ky ngazllim për diçka që është faktike. Gjendja sonshme këtu, nga kur ti 3 dhe kur ti 3, është jo kur ti 3, se i mur 56 vota. Po, kur i mur 53, kur u dash 48 herë me propozu Albulenën, edhe me gjithë krejt ato gjana tjera, partit kundërshtare të vetëvendosjes, për me ardhë në qëtë moment, që ka mujtë me ardhë ma heret. Mos të ishte kokë forcia, blokimi edhe tendenca me gjithë kime në vo nga partit opozitare, e tha vetë, ta këthina të parën, intervistën e parë që edha, shkputjen nga intervista që e nëzorëm sante këtu, edhe të opim kontekstin, hakun e kohës, kur e ka thonë ato, edhe kur e tha këto. Këto që e tha sot u dasht me thonë, sepse është në dullë për mandatim. Edhe shka pranoj, dishka që shka s'pas ka pranu në intervistën e parë. A ka thonë, unë i kam numra, vazhdimisht deklarata që i kemi numrat. Vazhdimisht. Edhe Kurti ka një deklarat, kur thot unë i kam numrat, thot kur vije punat e kësheveria unë i kam numrat. E kur Al Murati ka pa fundësisht deklarata, çdo ditë, që 8 muaj është proklamuar që... Me nxerr Kurtin Homs, apo... Jo, nuk është... Me nxerr pyetja ime nuk ishte zëtë fare me këto, po hyrë këto. Jo, me nxerr Rand. Me nxerr Rand. Po pikrisht, ka zotë, po pikrisht, ideja është që tu me nxerr. Rand, pa oft, që s'munën, kjo është analiza, po. 8 muaj ditë ka rajt, i kom numrat për qeveri, po s'po marrëtojnë. Kur rejti? Që, sot, provoni dhe. Jo, s'pas ka thonë, ha? Provoni. I kam numrat atë. Lërek, ju lutëm gjeni në hullumtimin në... Po, e gjem. I kam numrat. Vesh me një vend ku ka thonë. Krejt kanë thonë. Hajde, gjem. Çdo ditë kur Al Murati ka thonë. Qajo është fora që tu. Unë i kam numrat, po hajde ta kalojnë këto, atër na për lexojnë qysh po kena qenë. E dini edhe tjerë, që ke thonë edhe tjerë. Që se më nëjë, që ata e kam filluar të shbakru aty. Pjesa të vito shumë e rëndësishme me kuptu. Se të pjesa të vito, kur thanë në qose une, nuk kaloj, atër ata fitoj. E që sonte, është fitore, e qasoj opozite, se s'kemi qeveri kur ti 3. Pyetja ime shumë ishte në konotacion këtë jetës dhe shok. Regjia u adërgova një video komparacion që ka bërë Vox Kosova me deklaratat e zyrtarëve të VV-s ku thonë që i kemi, i nxjerrim në 2 ekrane, jo të plotë se mund të na bëjnë problem me copyrightin dhe i ndjekim derisa jemi duke i komentuar. Ideja kjo, që 8 muaj ditë ky njeri ka rrajt këtë shoqëni. Edhe kthehemi te ajo që ky njeri s'ka dosh me bo qeveri. Ky vazhdimisht i ka rrajt që unë po du me bo qeveri, kam numrat për këtë s'po mlojnë. Momentin kur jep momentin me bo qeverin, ky si pat numrat, pra ky që 8 muaj ditë s'e ka pasur qeveri me bo qeveri, sepse ka dosh me i dënu, sepse ka një vota që ka me posë dhe bashkëpunëtorët e tu, deri ditën e zgjedhjeve. Ka rrajt që 8 muaj ditë, që 8 muaj ka rrajt, s'ka propagon, që 8 muaj ka rrajt i ka vota për qeveri. Si ka vota? Numrat për qeveri si pas ka përra muja që i ka votat e si ka pos votat. Që i ka qosht rrani si ka pos të kuvendin. Sa njerëz i pos këtë studio, të vetë vendosis që kanë thoni kemi votat për qeverin, pas për nash blokojnë kuvend. Ku janë votat? Ku ishtë votat? Për qeverisë të kuvendin si ki. Që të mund këtë votat. Që shko mundësi që i pas i votat për qeverin si pas i për kuvendin. Po ja kemi do për qeverin që s'me na votojnë kuvendin. Votajnë në kuvendin, e që ne kena për qeverin. Ku ishin sot? Ishin votat pro. Nuk ishin votat. S'ka lidhje me knajtësi, kjo eq. Po vlëm nga ulli dhe dëshira që s'ka qeveri Kurti 3. Nuk knaqështëm në Meksigjona. Ka gjëra tjera që knaqështëm unë, jo me këto. Po nuk duhet me raj. Një njeri që ka veç, që 4 vjetë, këtë dhe nuk duhet me raj. Jo, po feston adrenalina. Po feston. Kush po proteston? Se pa ti thënë Zoti Matoshi, me nën shkurt tu, po proteston Kurti, ju si besojshit. Jo, Zoti Matoshi proteston. Zoti Demosaj po nuk po proteston. Zoti Demosaj po egzaltohet në pamundësinë e Kurti 3. Po qysh shtyme që pume me terminologi banale si Renzo, Mashtruz, Ojpov, ta propozon për infrastrukturë. Kundërshtarëve të Kurtit, që kur vjen dita zgjedhjeve, pas një muji, me dhoni farhaku, me sa të pak përqindje me dhoni ma keqë të kena me ta maru qetin, këtë kena me një Qysh mos mu egzaltu për një dështim të tillë ku ta propozon Dimal Boshit për ministrë të infrastrukturë. Qysh mos mu egzaltu ku kundërshtarët
të UÇK-s, ta ka emru ministri i drejtësisë aty ku është shumë e rëndësishme me çelin njëri që ndërtet UÇK. A kia në cilësim? Do të flasim më pasaj për ministra,